Zonja dhe zëtri e miqtë të ndëruar, Mr. Vegla që ka gëzuar. Mr. Vegla pas ka postu një story që këshone Mr. Balin me këtë farë gishtin e mesit u shduk postimi bashk me guximin. Që t'jo informaj, ma e guximshme ka qenë Gjeneta që e ka fshi atë video duke e respektu rendin dhe ligjin, me që Mr. Bali dhe Mr. Vegla ka vendos me avokatën e ti me telefonu qindra here agjencionin për mbrojtjen e dhënave dhe privatësis për ta hequr videon. Po jo nga që video po tregon të diçka jo reale e surreale, por po tregon të realitetin dhe Mr. Veglës po i binin shikimet. Duke I ra shikimet Mr. Veglës dhe ju du të mendoni cilat shikime që po rrehet box, jo, shikimet e manipulimit të madh të një shoqërie apo pseudo dashurie me advisën e Big Brotherit Sarën, edhe me të dashurin e vet Nikon, me shokin e vet, më falni. Mr. Vegla arriti qëllimin u hëq video. Unë e përgëzoj shumë Gjenetave tonë që e ka respektu ligjin dhe rendin, duhet jetë shambull, se cilë duhet me respektu ligjin dhe rendin. Ftoj agjencionin për mbrojtjen e të dhënave të kanë kaq guxim e të tregojnë sa herë ka bo presion Mr. Vegla me avokatën e tij për ta hequr atë video. Dhe cili ishte arsyetimi? Me që të ndëruar dhe zonja zotri, ju ftojt ma thuni arsyetimin e heqës e videos. Pero arsyetimi ishte ta heqim videon sepse se kur në është diçka gënjeshtër dhe mashtrim, ti farës përzitësh, e lem video. Ky nuk është I pari, ka plot sikur ky që me përdorin masa, përdorin ligjin, gjenjë hapësira për me dytëru me heq videot e sanat, por e vërteta nuk fshihet dot. E pavarësisht çka do të thoni ju, respekt pafund për Gjenetave tonë dhe guximin e saj.